Shkuazëndruar, si që dini, në pjesën më të madhe të javës, emisionin e kemi nisur me kronik të zezë dhe fatkeqësisht na duhet të nisim edhe sot, sepse aksidentet në trafik, ato me fatalitet, nuk kanë të përfunduar. Policia e Kosovës në fakt ka dhënë një pasqyrë dhe një raport se çfarë ka ndodhur brenda 24 orëve të fundit, dhe raporti zyrtar tregon se janë regjistruar 2 aksidente me fatalitet, 23 aksidente me persona të lënduar dhe 30 të tjera me dëme materiale. Në kuadër të kontrollit të trafikut janë shqiptuar mbi 2100 tiketa për shkelje të rregullave rrugore. Sa i përket sigurisë publike, 15 persone janë arrestuar, ndërsa 7 të tjerë janë dërguar në mbajtje, pa regjistruar raste të vuajtjes së dënimit në këtë periudhë. Ky bilanc i fundit ofron një pasqyrë të gjendjes aktuale dhe masave që po merren për rritjen e rendit dhe sigurisë në vend. Dhe kur po flasim për këtë, një aksident me fatalitet ka pasur dje në Prizren. Viktima, 29 vjeçari Ezan Ademaj, humbi jetën pas një përplasje me një kamion transportues, ndërsa motocikleta që ai po përdorte doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal ansor. Për të marrë më shumë detaje për këtë aksident dhe për të bërë një thirrje shumë të rëndësishme që të ketë kujdesa në komunikacion, jemi drejt për drejt me Shashir Bytyshin, zëdhënës i policisë për rajonin e Prizrenit. Bytyshi, mirë se ardhët dhe faleminderit që gjetët kohë për të lidhur. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë. Do doja të nisja me aksidentin në Prizren dhe me detajet që janë për këtë aksident, që në fakt ka qenë vetëm një vazhdimsi e disa humbjeve këtë javë pikërisht në aksidentet rrugore. Po, fatkeqësisht dje rrethore 12:10 është raportuar aksidenti me fatalitet të cilët e përmendet, por një natë më parë, do të pa kaluar 24 orë, ne kemi pas një aksident tjetër gjithashtu në Prizren, ku një person është goditur për vdekje në një nga rrugët e qytetit Prizren. Megjithatë, se përket aksidentit të djeshëm, domethënë dje rreth orës 12:10 policia ka marrë informacione se ka ndodhur një aksident trafiku mes të një motociklete dhe një kamion dhe një veturë, gjithashtu ka qenë në përkthyer. Dyshohet se deri te aksidenti ka për shkak se drejtuesi si motociklete nuk ka përshtatur pejësinë me kushtet e rrugës dhe fillimisht ka goditur lehtësisht një automjet dhe pastaj ka goditur një kamion nga pjesa prapme. Sipas kësaj goditjes, shoferi apo ngasi motocikletës ka pasu me vlëndime të rënda dhe se pasoi vdekjen. Janë shkaktuar dëme materiale, ndërsa të tjera pale nuk ka pas të lënduar. Policia më ka shkuar në vend ngjarjes dhe ka bërë ekzaminimin e vend ngjarjes, mbledhur prova dëshmia dhe shifrimin e vend ngjarjes, njoftu një sitje emergjencë i cili në vend ngjarjes ka konstatuar vdekjen e viktimës. Dhe në vend ngjarjes me rëndësi të cilët ka dalë prokurori i shtetit bashkë me njësi të hetimore të policisë dhe me urdhër të tjerë vendos që trupi i pajeti viktimës do dërgohet në Institutin Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për ekzaminim të mëtej. Dhe policia për të merr të gjitha masat ligjore. Para se të bëj disa pyetje të përgjithshme, dua ta jap edhe këtë informacionin se pikërisht kur po flasim për aksidentet, ju dat informacione për atë në Prizren. Mbrëm rreth orës 20 në rrugën nacionale Mitrovic-Prishtinë ka ndodhur një tjetër aksident ku si pasojë e lëndimeve të pësuara, viktima mashkull rreth 27 vjeçar ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Dhe Bytyshi, pyetja që vjen, që shtrohet në këtë moment është që realisht çfarë po ndodh në aksident. Po kërkojmë fajin, mbase duhet të kërkojmë, por është përdhimbja gjithë këto humbje që kemi pasur këtyre ditëve pikërisht në komunikacion. Gjithsesi në të gjitha këto rastet faje që është që mbjen gjithmonë faje bjen të ngasit apo të drejtuesit përgjithësisht të pjesëmarrësit në komunikacion. Të gjithë ne që jemi pjesëmarrës në komunikacion, qoftë ngasit të një automjeti, të një apo mjetit më të vogël, një motocikletë apo çfarë do qoftë, edhe bicikleta apo si kamësor, duhet të kemi kujdes dhe duhet të kushtojmë rëndësi edhe pjesëmarrësve të tjerë dhe më rëndësishme është të respektojmë rregullat e trafikut dhe kushtet e rrugës në cilën jemi. Pra, të respektojmë rregullat e kushtet e rrugës dhe të respektojmë pjesëmarrësit të tjerë në trafik në këtë mënyrë, vetëm në këtë mënyrë do të ulim të farë pasojë që kemi nga aksidentet apo aksidentet që po ndodhen një mas njerë. Se për këtë rajonit të Prizrenit mund të theksoj se për një kohë të gjatë nuk kemi pas aksidente trafiku me fatalitet, fatmirësisht për një kohë të gjatë nuk kemi pas, por
titët do për djeshët. Kjo ka qenë të mashme, vërtet. Dy aksidentet të një pas njëshme. Po, ne këtyre ditëve kemi pasur biseda edhe me ekspert për folur për atë problematiken, gjendjen në rrugëve, po ashtu edhe faktin që sa po shqiptohen dënimet mjaftueshëm. Ne e lexuam edhe në atë që shkruan në raport. Realisht, ku është problematika më e madhe? Ne policin e shohim në terren gjithsesi, duke ndaluar nga set e kështu me radhë. Ku është problemi kryesor, le ta themi, në këto aksidente? Sepse kjo javë vërtet është shumë e tmerrshme me këto aksidente, po mos harrojmë që edhe kohë më para kemi pasur periudha të caktuara kur kemi pasur shumë humbje në trafik. Në gjithmonë kur ndodh një aksident trafiku, gjithmonë duhet patjetër është një shkelje në trafik para se të ndodhë një aksident. Nëse po të respektohesh në rregullat në përgjithësi, rregullat janë të shkruar dhe të rregulluara ashtu që asnjëherë nuk ndodh aksident, po gjithmonë sa herë të ndodh një aksident ka një shkelje të rregulla. Sa përket pra ne të gjithë jemi përgjegjës, që duhet të respektojmë rregullat. Sa përket asaj se shkruan gjoba apo nuk shkruan nga policia, po, është vërtet që shkruan gjoba nga policia, po shkruan gjoba në atëherë kur kundërvajtësit hasen në kundërvajtje. Por jo gjithmonë policia është prapa secilit nga ose secilit pjesëmarrës në komunikacion. Kështu që për të ulur numrin e aksidenteve, për të ulur pasojat nga aksidentet, ne duhet të respektojmë secilin nga ne, domos që jemi pjesëmarrës, të respektojmë rregullat dhe të jemi të kujdesshëm. Rregullat pra edhe kushtet e rrugës, sepse rregullat e njëjta në kushte të ndryshme ndryshojnë. Nuk duhet të përshtatet koha, gjendja rrugës, pamja, Po, për shembull, ky aksidenti i fundit në Prizren, a është në ndonjë pjesë të rrugës që realisht është më e rrezikshme, sepse në të gjitha qytetet i kemi disa rrugë që janë shumë të rrezikshme për këto aksidente, zotëri Bytyqi? Në vend që ka ndodhur është rrugë në Prizren, qytetarët e Prizrenit e njohin si tranziti i vjetër, nga që Prizreni ka dy tranziti i ri dhe tranziti i vjetër. Është një rrugë jashtë qytetit, është në vërtet që aty kryesisht drejtuesit japin pak ma shumë automjete për kaq se është jashtë vendbanimit, por sidoqoftë nuk mund të konsiderohet si një prej rrugëve të rrezikshme. Bytyqi, ne ju falenderojmë që u lidhet sot në këtë ditë feste, ju bashkohemi kësaj thirrje që të kenë sa më shumë kujdes në komunikacion që të gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju dhe me fat bajramit të gjithë atyre. Faleminderit gjithashtu.